Nga Parisi në Shkodër, një ultim artistik krejt ndryshe i mbushur me emocione, erdhi për publikun shkodran nga sopranoja me famë botërore Inva Mula. Ajo u rikthye në qytetin e saj me Voyage, pikërisht në skenën e teatrit Migjeni, ku mori duar trokitjet e para të publikut e prej ku nisi edhe karriera e saj artistike. Në tinguj të orkestrës simfonike dhe shoqëruar nga pianisti i njohur Gens Tukiqi, Mula interpretoi një përzgjedhje të kryeveprave të muzikës klasike franceze, si dhe këngë tradicionale shkodrane, duke ndërthurur finesën operistike me emocionin e këngës qytetare. Ishte një ngjarje, do thoja, shumë e bukur, emocioni i madh, është një publik i cili me pjesëmarrjen e vet, me energjinë e vet që përçon ti, nuk e di, të çon pesh, edhe ti ke vetëm dëshirë t'japësh më të mirën. Ju e dini këtë lidhje që kam unë me këtë publik, po sonte ishte një natë e magjishme për të gjithë. Në fakt është lidhja jonë, e rrugtimit tonë, timit të Gensit, të Eldës që ka studiuar në Francë, që na ka rritur dhe na ka bërë artist. Dhe ne në këtë udhtim erdhëm për ta sjellë këtë muzikë, për ta sjellë në Shkodër dhe ballafaqjuam me muzikën e madhe shkodrane. Arti i madh nuk ka kufi, arti i madh nuk ka gjuhë, ka vetëm mesazhe për të përçuar. Me respekt shumë të madh për gjithë historinë e Shkodrës, për këtë histori të madhe, për këtë qytet të madh me njerëz të mëdhenj, të cilët sigurisht do donin që muzika franceze të tingëllonte në këtë teatr. Dhe ishte edhe një omazh, do thoja, për gjithë artistët shkodran, të cilët e kanë dashur muzikën franceze. Sot në Shqipëri vetëm këtu mund ta japësh një koncert të tillë. Ky teatr ka magji, ky teatr ka akustik të mrekullueshme, ky teatr ka stil, ky teatr ka të kaluar, ky teatr ka energji të artistëve të mëdhenj. Një trio shkodrane së bashku me dirigjenten Elda Laro që kanë shkëlqyer në skenat botërore, i dhruan qytetit të tyre një mbrëmje të paharrueshme, ku ultimi muzikor nga klasika europiane tek tradita shqiptare u përjetua si një festë e artit dhe kulturës. Përpara se me ardhë u taku me bashkë, unë thash me zipres me ardhë Shkodër, a ka mundësi në Shkodër dhe vetë në Shkodër, jam më qëtëru për me baj koncert nesër e mas nesër, nuk bahet normalisht, pa mundësisht në Shkodër me baj koncert për dita shpak. Ka që mirë është publiku shkodran, ka që energji ka kja salë, që ashtë thonë në Shkodër, si ke energji ashtë një të përmurë, nër vite, është energjia e muzikantave të mëdhej, artistave të mëdhej që kanë luajtur, kështu që unë e njeh këtë energji dhe nëse përdorim fjalën çlirim, do të ishte një çlirim i bukur. Emocion i shumë fisht, është si më u kthy në shtëpi me njerëz të tuaj, nuk ka fjalë, është nga njëherë ndjenja me dasht kaq shumë Shkodrën, është e bukur sepse pikërisht nuk ka fjalë me përshkru. Po më rrej zemra akoma, se me të vërtet nga momenti i parë deri në këtë moment më ka ra krejt fort, me të vërtet. Ka qenë një koncert i papërshkruar, një koncert i jashtëzakonshëm që nuk do harrohet as edhe një herë. Me pas Inva këtu edhe Gens Tukiqin, me të vërtet është një diçka prallore edhe unike. Pjesë e kësaj mbrëmje u bën edhe kori polifonik Prenkjakova, 12-vjeçaria Izabele Vaporo, si dhe Glerdit Turmetaj, që krahas sopranos Mula sollën magji në skenë, duke dëshmuar se Shkodra mbetet shtëpia e madhe e artit shqiptar.